tash po ju tregoj një rast, më kujtohet na erdhëm prej drejtimit të Vushtrisë, ka Zhilivoda dhe unë gjitëm në zonën e Drenicës. Aty në post blok, për me hynë zonë tu qekes, ishte Femilla Drovci me bashkëshorten, Gjeven. Edhe unë dalem na aty, kishim me shku në Likovc, se tash kur na blokojshin kënej, na shkojshim rrugëve anësore. Shoferat tanë që na kanë qu, e dishin mas miri. Edhe takimin me te e kujtoj si të veçantë, më ka bo shumë përshtypje, një intelektual, një orator, na përqafoj, qas na priti mirë, dyqysh na boni që kur mës mundal pa shku. Dhe thënë, aqë na boni, une kur se harroj atë takim, qas ka qenë gati gjysore, ne e të bisedum, ka bo shumë përshtypje, si njeri vendosur, intelektual, i cili u fliu për vendin. Po është krenaria e kombit, ishte shkolluar, ishte, me njerë, kështë tjetër pedigre. Bisedum për shërbimin shëndetësor, ma shumë, ajo këta po knasna që po vini, po na bëni nderë, po na bëni zgjedhje, sepse lufta i ka gjitha shërbime duhet mi pas. Edhe ne i tregum që kemi sfida, po mund t'ju them se që kjo lidhja me kryqin e kut Gjeneves na ka bëni mundësi të madhe, se na merrshim shumë material dhe ju leshim aty në zonë, kur shkojshim. Na kryshim punën tonë, po tash ju leshim material për mu kujdes për plagë. Po nuk o vetëm kryqi kuq, pa dhe mjek pa kufi, pastaj shoqata tjera. Gjithë kanë ndihmu në format ndryshme. Po njëherë kur u pat ndrru ndrimi i kryqit kuq, erdhë një mjek francez i cili dyshonte në kompetencat tona. Po, tha, ju përkërkoni shumë, tha, po, a dini mi bo këto. Edhe nguroj. Mi thash, a bonë me t'i pru në dokumentacioni e shkollimit. Edhe kur ja qova diplomat që kësha mbaru specializimin në Zagreb, a i veç me njerë ndroj. Adin krejt, adin, se unë flasë dhe frenzishtën. Edhe a i kërkoj falje pas taj, kur ja tërgova dhe të Gjeneve, si kësha të Lozanes, Masanej, tha, krejt është okej, edhe i hapi depot për neve. Kështu Masanej s'kem pas ma problem, kemi porosit edhe që s'ka pas aty. Po problemi ka qenë të ofanzivat që i banin Serb. Ta shkrejt ato që a i qëshim, ata tash i djekshin, i mershin, ka qenë shumë shkatrimtar. Paramendati, kur kujtohet sa Eran ka qenë gjendja, kur patëm kalun në spitalin shkollë, në sfert Gashit, në zona Malisheves, prej Pagarushe, me të plagosur, krejt zorë tjashtë i kanë pas, me thymje, me plagë të mëdha, se ato plagë të luftës janë ndryshe, nuk është si një plumë që e banë, një vrim, po ato ishin me mjete eksplozive, të merë ka qenë, me i mera lion, ka qenë kirurgu ishtë, po unë i asistojsha, ati sa ishë kirurgu në ortoped, po shtu aji, kur punojsha në rast ortopedike, aji më asistante. Ekipa jonë, ishte knatësin, aji ishte i plagosën, por nuk ishte rani i plagosën. Edhe e trajtum, por fatkesisht herën e fundit, aji e pësoj në kufi, kapuci, patra, pritat, serbe, me shumë shokë, për njëherë kanë rrëdhë 20, më duket ashtë, ka qenë një humbje madhe, një goditje. Por gjatë qëndrimit Likovc, spitalin e Likovcit, kemi qëndru disa orë me te, ishte knasi edhe të guxim, zemër, që s'ka këthim rapa.